Në anën tjetër jemi të e bu ulli dhe krem djath, edhe kësaj për tjetër në recet për dikon tjetër, për dikuj prej stofit, për shembull të na që si pëlqen avokado. Realisht kjo nuk është shumë e kompletuar si recet, për shkak se normal e ka ngjyrën e shëndetshme prej ullis, merr magdanozin që ka fibra, është antioksidan. Po mund ashtu edhe një vezë kësaj na. Po mundë me ungër një vezë kështu, se jo nuk i bëhet shija shumë e mirë nëse veç e shton vezën kështu, mundën vezë për shembull. Po, për çka është e kompletuar me kjo, që nuk ka nevojë ekstra diçka. Për shembull, te kjo me avokado është mirë me ungër me kos, kefir ose kos grek, për shkak se shton sasinë e probiotikëve. Ndërsa te kjo tjetra krem djath, ulli dhe magdanoz është mirë me shtu për shembull një gotë rasoj. Një gotë rasoj. Një gotë rasoj, po. Për shkak se na duhen probiotik. Në të dyja rastet për shembull mund me konsumu për shembull me rasoj ose me kos grek për mi marrë edhe probiotik. E kupton prej që me kompletu tamam një vaks, sidomos nëse është syfyr. Për shembull që përmbani ngjyra të mira, proteina të mjaftueshme, karbohidrate komplekse edhe probiotik dhe prebiotik. Në këtë rast na kemi me pas ngopje ndoshta deri në 6 orë. Varet pe personin. Ka me pas ngopje, ka me pas sasi proteina të mjaftueshme, karbohidrate të treten ngadalë, domethënë se janë karbohidrate komplekse dhe të treten njërë ngadalshme dhe na gjatë ditës kemi me qenë matë ngopur. Po ti largoj vetëm pak plak prej mikrofonit, Len.